Partia Demokratike ka zyrtarizuar listat të kandidatëve për deputet në qarkun e Vlorës. Listë kjo, e cila kryesohet nga Bujar Leskaj, drejtues politik i qarkut Vlorë. Gjithashtu, në vendin e dytë, renditet Artir Doxha, ish kryetari i Partisë Demokratike Dega Vlorë, i dorëhequr vetëm për të kandiduar fillimisht në primare dhe tashmë i zyrtarizuar si kandidat për deputet. Ina Zhupa në vendin e tretë dhe Vangel Dule, kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, në vendin e katërt, duke përmbyllur në këtë mënyrë listën e mbyllur të Partisë Demokratike për Degën e Vlorës, ndërsa kandidatët të cilët janë në listat e hapura janë disa të tjerë, duke filluar me Alta Alucin, kryetare e Forumit të Gruas në Partinë Demokratike Dega Vlorë, Matilda Qyrku, Nada Daullia, nën kryetare e Partisë Demokratike Dega Vlorë, Monika Hasani, Lorenz Danaj, Edmond Fetau, Skënder Muço, Mario Runaj. Gjithashtu, pjesë e kësaj liste, Ridvan Mersini, kryetari i Partisë së Ballit Kombëtar, i cili vjen nga radhët e aleatëve në Vlorë, Romario Meminaj, me profesion avokat, Petro Gjikuria, ish kandidat për kryetar bashkie në Imar nga radhët e opozitës së bashkuar në zgjedhjet e gushtit 2024, dhe kjo listë përfundon me Artan Liçaj, kandidat nga aleatët i Partisë Agrare Ambientaliste.